Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin ton. Është episodi numër 1 dhe në këtë podcast do merremi vetëm me financat, si të investojmë dhe si të bëjmë më shumë lek. Unë jam Donarti dhe jam i shoqëruar nga shoku im Mondi, Edmonti. Mondelezi. Uh, unë ka vite që merrem me investimet, Mondi sapo ka fillu udhëtimin e vet në investimet në stocks. Edhe sot për çfarë do flasim, na thyti. Sot do flasim se ku duhet investojmë, si duhet investojmë, edhe ku është më mirë të investojmë. Për këto lloj temash do flasim sot. Me thënë, a është më mirë të investojmë në stock market apo të investojmë në krypto, Bitcoin, Ethereum edhe e tjerë, si Edhe moneda digjitale. altcoins. Edhe Si altcoins. qa mendimi ke pas ti mon kur ke investu për herë të parë, domethënë, a ke pas mendim se për shembull unë jam shumë kundër kriptove. Unë investoj vetëm në stocks, kriptot nuk i Në preki stock fare. market. Qa mendimi ke pas për kriptot? Ti edhe a ke investu në kripto më përpara? Unë kam pas një mendim shumë të mirë për kryptot në fillim, kam qenë në Angli, edhe e shikojsha që ishin shumë njerëz të suportu kryptot, Bitcoinin, Ethereumin, altcoins, të me coin që quhen që mundesh me pasuru shumë shpejt, po nuk është e vërtet, sepse rreziku është shumë i madh. Masi studiova, mësova për to dhe provova vetë. Pa ta investu me coin që quhet Pengu. Dhe ajo sa po doli, në fillim u ngret ajo, mrapa kishte një rënje, do me thonë minus 4 fish, 5 fish, do me thonë shumë rënje drastike për po një muaj, po për mendimin tim janë të rrezikshme. Sa pa të investu dhe atëherë? Pa ta investu diku të 500 pound. Okej. Dhe me thonë, jo shifër e vogël. Jo shifër e vogël, as shifër shumë e madhe që me të dëmtu shumë pensionarisht, po shifër mesatare. Qaq sa ma mori menja se mundem me investu. Për mendimin tem janë përshtajnë ata e bo edhe këtë podcastin që të sharem njerës se ku është mirë me investu. Dhe në fakt edhe po ta pyesësh ChatGPT-n që sot është njerëz që besojnë shumë edhe në fakt i ka informacionet 99% sakta. Po ta pyesësh se ku është më mirë të investosh në stock market apo në krypto, të jep argumentat e veta dhe detajet e veta se pse do të investosh në stock market e pse nuk do të investosh në krypto. Po ta la fjalën ty Don. Na trego pak për të kalumen tonë, se ti ke experience 10 vjeqare në stock market. E di shumë mirë se si funksionon. Unë e kam një krypton që herët, do me thonë, ne kam pas një nga viti 2015-2016, kur kam qenë në shkollë, edhe si teknologji më ka pëlqy shumë sa herë. Po, si mjet investimi nuk më ka pëlqy shumë, edhe do ta shpjegoj edhe te videoja tash, po ta shpjegoj edhe ty mund se pse nuk më pëlqen. Nëse unë për shembull ta marrim njërë ta analizojmë ç'janë kriptomonedhat. Kriptomonedhat vetë nga emri janë monedhë, sikur është euroja, sikur është dollari, sikur është leku. Diferenca janë digjitale. Diferenca vetëm është digjitale dhe nuk është e kontrolluar nga një bank ose nga një shtet. Është e decentralizuar. Po në fundit prap është monedhë. Dhe si çdo monedhë tjetër, kriptomonedhat kur janë krijuar në fillim, janë krijuar me idenë që të përdoren me bë pagesa midis dy personave. Pa pas nevojë për një person tret, pa pas nevojë për bankën, pa pas nevojë për një ndërmjetës. Ndërmjetësi është vetë tregu. Edhe vetë nga fakti
që kjo është një monedhë dhe qëllimi i kësaj është me bo pagesa, unë nuk e shoh dot si mënyrë investimi. Do të jap një shembull shumë thjesht. Nëse unë të jap sot 1 milion euro ty edhe të them merri 1 milion euro investoj. Po të them mundesh me bo qatë dush, qa do bësh e të mund? Disa sene, merë sene thjeshta, si do të investosh 1 milion euro? Tash e të më po pyte mu me mend që kam tash, masi kam fol me ty, apo me mend Jo, që me kam mend që pas. ke tash, me mend që ke tash, do me thonë, si do të investosh 1 milion euro, mund tjetë e me ble aksione, mund tjetë me Po, ble shtëpia me dhanë me po, qëra, mund tjetë me bo crypto, po. whatever, qatë me nështi. Mendim shumë sinqert. 300.000 do të kisha Mhm, menu me bo real estate, me kthy në pronë. mhm, Se prona është pronë, në fundit edhe je shumë i qetë ka koka e di se e keni pronë. 300.000 tjera, them, no, shumë sinqerisht, do të investosh pa pik Maraku në SP500, në mhm, stock market, që është bashkimi 500 kompanive, që do e shpjegojmë ne se mhm, si funksionon, që t'jepet e dividend po. 8-9%, sa më ke thonë atë. Dividendin e ka diku të 2%, po 2%. kthimin e ka Kthimi, po, diku të 9%. po. Uh, Edhe 300.000 tjera, ose sa të ngelin, do të menesh Mhm, ata hapi një biznes për vete, që mune me pas të ardhura të përditshme me ta. Po, bravo, bravo. thonë, Shumë mirë, një të trejtën e pasurisë do ta investosh në stock market. Ndoshta jo po, 300.000 gjithsej komplet në SP500, do të po, investosh gjysën aty, gjysën me një kompani tjetër, ku e më kuptoj, duket ka interesante. e kuptoj. Po nuk është se do t'i merrsh, do me thonë, $1 milion edhe mi kthy në 1 milion euro. Edhe thjesht mi lan aty, nuk do t'a qysh Ja, e ja. investim që ta. Ja, ja, normal që ja, se bëhet fjalë. Bravo, edhe mu m'duket shumë e ngjashme me marti $1 milion ose $1.000 edhe mi kthy nga dollar, mi kthy në kriptomonedhë. Në rastin më të mirë jeti i kthy nga një monedhë me një monedhë tjetër, nuk je duke bu asnjë gjë tjetër, jeta e ble me shpresën që dikush do të paguajë më shumë për Më atë shumë, monedhë se sa ke paguar ti. shumë e Për vërtet. shembull, nëse ke $300.000 po thona prona, edhe pse çmimi i pronave është rrit shumë në Tiranë, e zam blen 3 apartamente. 3 apartamente e jep me qira nga 400 euro çdo muaj, 1.200 euro çdo muaj. Sjell diçka. E njëta gjë me 300.000 euro që investon në biznes. 300.000 euro që investon në biznes, sjell një return se do ofrosh një shërbim, do prodhosh një gjë. Tash njerëzit duhet ta kuptojnë diferencën midis aksioneve edhe kriptomonedhave. Okej, kjo do me thonë kjo që do flasim sot, podcastin që do flasim sot. Edhe thjesht du ta bëj qartë. Kur je të blej kriptomonedhë, për mendimin tëm, është njësoj si kur me qenë të blej çdo monedhë tjetër, veç sa është shumë më jo stabile se sa euroja, dollari e tjerë e tjerë. Kurse kur je të blej aksione, ti po blen 1% të asaj kompanisë. Sa do e vogël tjetë ajo përqindje. Ne edhe do të jap një shembull që e përdori shpesh, që është shumë e ngjashme me stock marketin edhe me aksionet. Shkon të umon me një biznes që merret me riparimin e makinave. Edhe të pëlqen ai mekaniku jashtë mase. Edhe i thuti, shiko, pse nuk e blin një vinç tjetër, me marrë një punëtor tjetër edhe me rrit me dyfishu numrin e shërbimeve që jep. E zam se ai është mekanik shumë i mirë, ka shumë rradhë. Po dhe ja, po nuk kam $20.000 me investu për momentin. Ti e thu, ok, investojnë $20.000, më jep 20% biznesit. Ok, binin dakord. A i merr vinçin e dytë, merr punëtor tjerë në punë me ato $20.000, i rritet puna. Mas 3 vjeç, ndoshta fitimi i shkon nga $30.000 në vit në $50.000 në vit. Edhe të thot ty mas 3 vjeç, a i marim një pjesë të fitimeve që kena, mos t'i tërheqim si vjet, ti mos e tërheq 20% tanë, unë nuk e tërheqi 80% tanë,
edhe me ato lek nga biznesi jon, investojmë prapë edhe hapim një gomisterin gjitë. E hap gomisterin prapë me investimet fillestare, me investimin që ke boti, tash nuk ke vetëm 20% të një servisi makinash të vogël, po ke një 20% të servisit me të paktën 2 vinça, ngjitë edhe me gomisterin. Pra ai 20% që jot do e ketë vlerën shumë më të madhe. Kjo është ideja edhe kur investon në stock market. Kur investon në stock market, ti blen një kompani që për momentin po fiton e zam $10 milion, me idenë që mas 5 vitesh, 10 vitesh, kjo të fitoje në $100 milion e zam, ose $2 miliard në vit. Edhe ajo përqindja jote e vogël të rrit. A kupton? Aha. A ke në pyetje ti specifikisht ose në pyetje që ke pas kur ke fillim me investu që Pyetjet mund e të kesh mia, pas paqartësi? pyetjet e mia kanë qenë se ku mund të investoj, Mhm. a janë të sigurta se tani bëhet fjalë se të fut lek online, domethënë do të kesh për E telefoni ose drejt, e drejt. për laptopi, edhe njerëz nuk janë mësuar me këtë lloj, E sidomos këtu këtë në lloj Shqipëri, se investime. po, se në Amerikë funksionon, në këtë Amerikën ë investojnë njerëz online në stock market, Bitcoin, nuk e kanë problem. Janë mësuar me Mhm. lekun online, po këtu në Shqipëri 99% thonë, edhe më thonë, nuk janë mësuar me çet lek online. Do të thonë edhe janë shumë të fiksuar, duhet ma e ditë shumë sakt ose të janë të sigurt që a është e sigurt, a ka mundësi me të hup lek, kështu gjonash. E Me sa drejt, më okay. mënon, me pyetjet që kam bo. Pyetje, këto janë të dyja pyetje shumë të mira. Në radh parë, kompania që ju sugjeroj me e përdor për investime në Shqipëri është Interactive Brokers. Interactive Brokers është globale, edhe ju jep mundësi njerëzve gati nga të gjithë vendet e botës me ble aksione. Nuk jemi të sponsorizuar nga Interactive Brokers, fatkeqësisht. Ti bo Edhe reklam. ju jep mundësi njerëzve që me ble nga e gjithë bota. Për sa i takon sigurisë, Interactive Brokers është kompani o mund që ka 2-3 trilion dollar në menaxhim, edhe është një nga kompanitë më të sigurta të investimeve. Edhe këto nuk është se ti po investon të kjo kompani. Ti, nëpërmjet kësaj kompanisë, blen aksionet. Do me thonë, në vend se me pas ma përpara, nëse bleshe aksione kishe një certifikat pronësie, ishte tamam si certifikat që kishe, Po, do me thonë, e kishe në dorë, edhe të regojke se sa aksionet të X kompanisë keti. Ok? Kurse do me tashin thonë, nuk ka shmo certifikata, po, edhe pse ka njerëz që kanë, nuk ka shmo certifikata në letër, ti jesh në vend certifikatës në letër po, e ke certifikatën të aplikacionit. po, kjo aplikacione do me thonë t'jap akses, të lejon që ti mundesh me ble çdo lloj kompanije që është në bursë, është në stock market. Po. Që Edhe është, kompanitë që ja, janë në stock market, janë kompani që i keni ngju krejt për shembull. Apple, Facebooku, Google-i, Tesla, Microsofti, Microsofti, Nvidia, e shumë tjera, do me thonë që që janë kompani biliona dollarësh, triliona dollarësh, triliona dollarëshe. Edhe kjo është ideja, do me thonë, edhe një gjotë tjetër që du ta bëjt qartë të pjesa e investimeve. Se shumë njerëz për shembull i shohin investimet deri diku si të pasigurta, po nëse një person vendos të investojë e zam në S&P 500. S&P 500 është një index fund, edhe këto janë thjesht top 500 kompanit amerikane që blehen në këtë fond. Edhe blehen jo të 500 me të njëjtën vlerë, po nëse ti investon $100, 5 do shkojnë te Apple sepse e ka vlerën më të madhe, 4.8 te Microsofti sa është e dyta me vlerën më të madhe, 4.3 tek Nvidia e kështu me radhë, do me thonë në bazë të vlerës që kanë, ashtu do të shpërndahet ai $100. Edhe S&P 500 në 110 vjet të fundit, 120 vitet e fundit,
ka kthy mesatarisht 9% çdo vit. Do me thonë që ose ti investon $100,000, në fund vitit ke $109,000. Edhe pse më duket mundësi e mirë investimi për shqiptarët, specifikisht edhe pse do të dësha që më shumë njerëz të kishin akses. Merë rastin e shtëpiave. Sa shkon o mon një shtëpi një kuzhinë në Tiranë me e Një blej? shtëpi një kuzhinë të shkon të paktën 100-120.000 euro. Okej, ne po e marrim rastin më të ulët me €100,000, okej? Me sa mundesh me e dhanë ti me qëra atë shtëpi në muj këtë shtëpi €100,000? 400-500.000 lekë e varet. Okej, okej, Diku të këtu, të 400-500.000 lekë. okej, 400-500 lekë, ta llogaritim me që morëm më të ultën të $100,000, apo e llogaritim me e dhanë me €400 me qëra. €400 në muj për një shtëpi që kushton $100,000. Kjo returni që do të vjetë çdo vit është $4.800. $4,800. $4,800, më pak gati gjysma e $9,000 që do e kishe marrë në S&P 500. Edhe kjo nuk merr parasysh as amortizimin e shtëpisë, nuk merr parasysh as kostot kohore që duhet me shku me i bo shërbime shtëpisë, ndoshta një ditë i bllokohet lavamani Lahana. ose i mbyllet dera, qeragjisë e tjerë, kështu që për mua kur e shoh që një person e zon ka 2-3 shtëpia në Tiranë, i jep me qira, dhe nga këto $300,000 merr vetëm 4.5% ose 4.8% return, mu më duket shumë pak. Personalisht mendoj që më shumë njerëz duhet ta dinë se sa lek mund bëjnë me S&P 500, që tash është një nga investimet më të sigurta. Edhe çdo 8 vjet investimet e tua në S&P 500 dyfishohen. Do të thonë nëse ti ke mesatarisht, nëse ti ke $100,000 të investuar sot, mas 8 vjeç, ton 100.000 do t'jenë bo 200.000. Okej, edhe është, do me thonë, për mua është mundësi shumë e mirë. Personalisht, nëse do një return më të madh pastaj, duhet me marrë më shumë risk. Duhet me studiu kompani, me gjetë kompani që ndoshta nuk janë aq të mëdha sa Apple, Microsoft, Google, po që janë në rritje dhe aty ke mundësi për shembull me bë rritje edhe më të mëdha. Po, dhe me thënë t'jep mundësi me studiu si kompani, sepse të ke aty në internet mundesh me hi, me lexu për shembull, të marrim rastin e cilës kompani të marrim rast. Kena shumë kompani si Rocket Lab, që është një nga kompanitë, Po, një nga Rocket Lab kompanitë, është kompania ku unë e mundi kemi lek të investume, po çdo kompani mundesh me marrë, dhe çdo kompani që është publike është e detyrume me paraqit një listë dhënash gjithmonë. Sa lek kanë fitu, sa lek kanë hup, sa lek kanë shpenzu për marketing, si e kanë shpenzu lek, sepse janë kompani publike dhe janë detyrume me i nxjerr këto dhëna. Edhe në momentin që ti e ke këto dhëna e shef për shembull që kompania Rocket Lab ose Google ose Apple po vin fitimet në rritje gjatë gjithë kohës. Për sa kohë po dividendi e zon po vjen në rritje gjatë gjithë kohës, atëherë ndoshta ja vlen me investu te kjo kompani. Kurse po, shumë, në në Bitcoin thjesht do investojsh po, bazu në trend, a do rritet, a do ulet, rreziku që është shumë më i lartë, normalisht. Ka mundësi që më në ditës të bjerë 20%, ka mundësi që më në ditës mund të hype 20%, po, 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 po. po të ngjesh, po të ngjesh mediat, të shohësh lajmet, gjonat, gjithë thonë se 90% e njerëzve, ose 95% dalin të humbur prej kryptove, prej Për bitcoinit, mendimin tem, ethereumit e shumë tjera. për mendimin tem, investimi në kripto është baraz me Bijosin, edhe jo Bijos s'ke dina, po si më sikur me qenë të lyt
Kështu, të Tut e rulet drejt. që po pra, që e ke makinerin kundër te edhe sa ma shumë që t'luish, që ma shumë janë shanset që t'hupish. Nështë aty, nëse lun një herë, fiton atëherë që lun, po nëse lun 10 herë në 100 herë, shanset që me Nëse se dali lumë po. hupëm janë shumë, shumë Thonë, se t'larta. lumë për një Po kohë gjatë, kishë mundësi me hupë shumë e vërtet. kurse në stocks, o mund, nëse lun për një kohë gjatë, shanset që me fitu Mm. Janë shumë janë të shumë të larta, larta. Dhe me shumë e thonë, edhe vërtet. shifi krejta kompanit ku kanë qenë para 5 vitesh edhe ku janë sot, shumica dërmuese janë me plus. Shumë e vërtet, Dhe që shumë e kjo vërtet. është krejt ideja. Edhe unë ju thëmë gjithve kur investojnë, nëse ke nërmen me investu, sa do lloj shume, qa do lloj shume, investo me një shumë që nuk të duhet për të paktën 2-3 vjetë. Se stoku edhe mund vjerë, Shumë nuk e është i vërtet. thamë. Po thjesht ti investo në një mënyrë konstante që të vazhdosh rritjen. Kjo është ideja, do me thonë, kjo është diferenca midis aksioneve dhe kriptomonedhës. Kur je të blej një aksion, je të blej një copës të një biznesi, Një kur përqindje je të vogël, po. 1% të vogël, kurse kur je të blej kripto, je të blej prap 1% të vogël të një monedhe, po kripto që po dalin për ditë dhe arsyeja vetëm pse po blejnë ti kripto është që je të e blej me shpresën që një ditë dikush do të vihet pas një arsye të paguje më shumë për kripton që ti e ke blej se sa ke pagu ti. Kaq. Kjo ka qenë, do me thonë arsyeja sepse Donaldi ma ka mush edhe mu menin që mos të investoj në krypto, se edhe unë, kur kam pasar pra 5-6 muaj për Anglije, kam qenë me menje ku të investoj në krypto. Dhe me thonë, këto stock market e këto nuk i disha Si ke fare as pas, në si ke fare, pas as në nuk, radar. ja, ja, si kisha kërku në radar. Edhe, po, njëri që është i shut, kapet mas argumentave. Edhe argumentat dalin gjithmonë të fitum. Edhe për menimin tem, argumentat që ka stock market kundra kryptove janë shumë më të forta edhe janë shumë më bindse që ti të investosh në stock market. Jeta është e gjatë, pale stock market nuk mundet me të pasuru shumë shpejt sa mund të pasuroj Bitcoinin nëse ti e kap atë Bitcoinin me atë përqindjen e madhe që mund të rritet, Po. por nëse ti e merr qetë për long term, për kohë gjatë, mundësia që ti të dalësh e fitu më shumë e madhe, sepse ke mundësi, se që tham, të hish në Twitter, të bësh follow shumë kompanive, për shembull që ti i pëlqen, të marrësh mendimet e shumë njerëzve që ti të bësh pak a shumë analizat. Ke mundësi të hysh në Google, të studiosh për atë kompani, se qa bën ajo kompani, qa prodhon, qa do boje, si do ja lehtësoje njerëzimit të jetesën. ë e kështu është shumë gjona, si për shembull Apple, si po ta kish na njek në Apple-in që kur ka dal iPhone 3, iPhone 4, Oh, uf. ka shumë njerëz për shembull që janë kallzu shumë të shut, e kanë studiu edhe e kanë piketu për shembull si kompani edhe e kanë pasur shumë kompani serioze dhe ka mundësi të ketë rritje. Edhe ato njerëz sikur 100 euro, 200 euro, 500 euro të kishin investu në atë kohë, kur ka qenë iPhone 3, 4, 5, që ka Po. pas rritje, pale sa shumë më donë mund të ketë me fitu me 500 euro, a? Për shembull për Mund të ketë 10-15 vjet. qenë, mund të ketë qenë ndoshta mbi 10-20 fish. Kjo është, pra, dhe me thonë ideja që ke mundësi që ti të studiosh për atë kompani përpara se ta investosh. Se Mhm. lekën tim nuk është mirë me investu. Dhe me thonë, edhe Po, kur çdo njeri kur e menon me hap një biznes, fillon e menon me menje si do ja bëj, a ka me mhec, a kanë me ma pëlqy produktin, ose a ka mhm. me qenë qashi aftën, e sa për me i lanë njerës të knaqëm. Edhe ti ke mundësi me e studiu atë lloj kompanije, ma e njeh hap pas hapi, ndoshta nuk të pëlqen, s'ke nevojë pse ma investu. Ndoshta të pëlqen,
provoje. Prap, ideja o mund është se për një person që as nuk do me studiu shumë, as nuk e ka me qef, është okej me 9% vit, edhe kur thëm 9% vit, 9% është dy fiki e asaj që merr me qeran në Po, Tiranë, thjesht S&P 500. kjo Ka është, do me provu, thonë, kjo është më e thjeshta, do me thonë, SP ah, 500 është një ndër investimet më të sigurta, e, më më të thjeshta që mund bëjnë njëherë, më të mira që mund bëjnë njëherë, që e kanë dhënë menin, do me thonë, s'do me ble shtëpi, se i ka investu lek të një shtëpi, do me investu 50.000, 100.000 dollar, 20.000, 10.000, do me investu në SP 500, do t'ja kisha sugjeru SP 500 sepse është shumë 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 mundësi e mirë, t'jep 9% në vit, mesatarisht mesatarisht, 9%. sepse ka mundësi që një vit mund t'i bje minus 2%, po vitin tjetër i bje plus Plus 20, 14, plus 12, 20%. ka edhe Po, vite që është me po, minus 10, minus 12, mas 2 vjeç plus 20, po mesatarisht po, po t'ja 9% marrë, çdo po. vit. Këshilla jonë është që edhe nëse investoni në stock market, mirë është që t'investosh për një kohë gjatë. Ti E që vërtet. dush mundesh edhe me investu për short term, për një kohë të shkurt, për shembull, ke gjetë një kompani që ka vlerën e market capin, vlerën që ka 1 Mhm. bilion, 2 bilion, 5 bilion, edhe mundesh mi dyfishu lek për një kohë shumë të shkurt, sepse ajo kompani nëse është e mirë mundet me kap shumë më shpejt vlerën për 5 bilion në 10 bilion, ose për 1 bilion, 2 Mhm. bilion, se sa një kompani që ka vlerën 50 ose 100, që do të kapet 200 bilion. E Në vërtet. shumë, Po, por, ideja është që nëse investon në stock market, jetë e investu në biznes, dhe nëse investo për long term. Këto janë dy këshillat që kemi, edhe nëse vendos me investon në Interactive Brokers. po, Ah, është nga, si, si brokerage account, si po, banka që e përdor mundet me investu çdo kush nga Shqipëria. Po këto janë ato që kemi për episodin e parë. Episodin tjetër mund të hymë në më shumë detaje se si me gjetë, si me analizu kompanitë, si me hap një brokerage account me Interactive Brokers e tjere e tjere. kështu po e them. Për, Kene fjalë në byllë se ti mund? besoj që njerëz që dëgjojnë, do të janë shumë kurioz me ndju episodin e dytë. Ah, super, super, super. Okej, po e lam me kaq, pra. Unë e mundi tash do shkem palestër. Shifemi. Si jo. Ciao.